Hetuesia. U rikthyem në studio me rubrikën Hetuesia. Mirëmëngjes Alban, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe. Sot, siç e tha dhe Andin që në fillim do prekim një temë që është shumë e nxehtë, do flasim për protestat. Do kishte qenë mirë nëse do kishim pasur edhe dëgjuesit live që mund të bënin ndonjë pyetje avokatet në lidhje me këtë gjë. Në fillim do doja të lexoja diçka shumë të shkurtër në lidhje me protestat, që e ka shkruar një historian dhe profesor i Universitetit të Pensilvanisë që merret pikërisht me këtë temë. Ai thotë: e vërteta është se duke studiuar objektivisht protestat në dekada, kemi arritur në përfundimin se protestat e dhunshme kanë ndikim pozitiv në ndryshime e politika. Protestat e jo të dhunshme sjellin ndërgjegjësim për një çështje, ato të dhunshme prodhojnë urgjencë në zgjidhjen e një çështjeje. Ato tërheqin vëmendjen dhe ftojnë ndërkombëtarët të kuptojnë çfarë po ndodh. Nuk jam duke mbështetur protestat e dhunshme dhe as nuk po i ftoj individët në sjellje jo ligjore, por është e palogjikshme, e padrejtë dhe cinike të thuar se protestat e dhunshme nuk sjellin ndryshime pozitive në politikë e politika. Kjo nuk është e vërtetë. Pra, e kemi vënë re edhe në shumë intervista dhe me atë çfarë ka ndodhur në përbot. Është parë që pa dhunë nuk arrihet të zgjidhet asnjë gjë. Pa dhunë në faktin nga ana e të drejtave për të mbrojtur të drejtat tona, për të çuar për të drejtat tona. Nëse i bëjmë një protestë me qetësi, ajo do nuk merret e mirëqen edhe nuk e marrin për bazë fare. Revolucionet e mëdha nga këto gjëra kanë nisur. Domethënë protesta kanë arritur në përleshje dhe për çfarë janë ngritur për një temë caktuar, për një kauz të caktuar dhe kanë arritur, mbasi ja kanë dalë mban, kanë arritur dhe kanë bërë ndryshimet e mëdha që shtetet e fuqishme janë sot këtu ku janë. Dhe shtetet jo të fuqishme, të lodhura, siç jemi ne, jemi këtu ku jemi. Kështu që domethënë besoj se e marrin mesazhin se ku është gabimi dhe ku është defekti i këtyre shteteve. Mirë, Alban, ne sot do flasim për protestat nga ana ligjore, do flasim po flasim për protestën konkrete. Është ligjore kjo si protest? Atëherë përpara se të kalojmë tek rasti i protestave të fundit, që po zhvillohen në Tiranë dhe në qytetet kryesore të vendit, protestat janë një drejtë e cila është e garantuar nga Kushtetuta e vendit tonë, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ku jep të drejtë të gjithë qytetarëve që të bëjnë tubime, të protestojnë, të kërkojnë një të drejtë, të dalin në shesh dhe tjera me radhë, por që kjo e drejtë kushtetuese është e rregulluar me një ligj të posaçëm, drejta e cili quhet ligji për tubimet, dhe aty le të themi tregohet ose sanksionohet se si organizohet një protestë. Pra që tek momenti i paraqitjes së një kërkese zyrtare tek policia, pranë organeve të policisë, brenda një afati të caktuar, mos gaboj brenda, domethënë afati më minimal është 24 orë. Para 24 orëve, para 24, mund ta bëjnë edhe para një jave, por që në mënyrë që policia dhe organet e rrjetit të marrë le të themi masat për mbarvajtjen e tubimit të protestës apo le të themi mitingut që do organizohet. Protestat në vetvete nuk mund të jenë të dhunshme, sepse kemi le të themi sanksione nga Kodi Penal, ku nëse protestuesit le të themi thyejnë pronën publike, pronën private, djegin, godasin institucione e tjera me radhë, tu hymë domethënë në vepra penale. Kjo është ligj, kjo është që si varet shteti. Por që në rastin e protestave le të themi paqësore apo protestave të cilat organizohen konform këtyre rregullimeve ligjore, nuk ka asnjë penalitet për qytetarët apo për ata të cilët i organizojnë. Çdo grup interesi ka të drejtë që të ngrihet edhe të klasi apo të protestojë për një kauzë të caktuar. Ndërsa në protestën e këtyre ditëve kemi parë që protestuesit kanë thyer le të themi pronën publike, hyn tek prona private, kanë thyer semaforët. Unë e kuptoj le të themi jam pro protestave, i mbështes ato, por që pa cënuar le të themi pronën tonë të përbashkët, sepse këto janë shpenzime të cilat do t'i paguajmë ne si qytetarë. Në rastin konkret unë kam patur 3 raste, të cilat i përfaqësoj.
kemi parë edhe tejkalim të le të themi të dhunës nga ana e policisë, që tek momenti le të themi i ndalimit, shoqërimi në polici, mënyra e marrjes në pyetje, le të themi aty një nga ato raste që unë kam patur i kanë thënë ai personi polici i cili ka shoqëruar dhe ka marrë në le të themi generalitetit i ka thënë që firmon sepse do dalësh dhe nuk ka problem. Dhe pala që unë përfaqësoj ka qenë i mitur dhe ka pranuar le të themi që kam qenë protestë, kam goditur, çfarë i ka shkruar punësi policisë. Ato pisliqe që janë tu pasaj që unë jam kundra le të themi këtij procesi të rregullt ligjor nga organet e rendit. Padyshim që personat të cilët bëjnë dhunë, shkatrojnë pronën publike apo private, ata duhet që të mbajnë përgjegjësi penale për këto dëmet cilat i shkaktojnë shoqërisë apo shtetit tonë. Dgjoj, se e krahasoj, pavarësisht se nuk e di se sa mund të jetë parazvlefshme. Me protestuesit e Francës, me një lekët e verdhë. Edhe ata shkatruan, pavarësisht se atje doli në një moment caktuar, doli jashtë kontrolli, protesta filluan, madje dëgjoja që në Paris nuk po merreshin më me protestën, po nisën njerëzit, erdhën ku ishin, hajduta e kusashtu që shfrytëzuan pjesën e sepse në këto raste ndaj është edhe ligji, le të themi, është i ashpër, sepse këtë situatë nuk është se e shfrytëzojnë për të mirën qytetarët, pra për të protestuar ndaj një problemi të caktuar në mënyrë që t'i japin zgjidhje, por që aty futen rryma të ndryshme, politike, jo politike, kriminale e tjera me radhë. Jam plotësisht dakord, por nuk mund të kam përshtypjen që nuk është ka një ligj për shembull që ta shkruaj ose ta paraprik këtë pjesën e acarimit të popullit ndaj të përgjithshmes. Sepse ky që është i acaruar, një i popullit të thjesht, nuk do shkojë tani të bëj një kërkesë, që unë të bëj një protestë paqësore, sepse është i acaruar së brendshmi. Dhe nuk është se ka një organizator të posaçëm që të shkojë dhe të bëj një kërkesë dhe që të thotë që unë dua të protestoj, siç po thoni, që në mënyrë paqësore. Atëherë në rastet kur ngrihet populli, që do të thotë kemi një turë masive në shesh, normalisht që policia nuk mund të arrestojë gjithë popullin, sepse nuk është normale, pavarësisht se kjo është ligjore, por që është diçka që nuk ndodh, sepse edhe le të themi organet e prokurorisë apo të policisë janë tolerante për sa i përket tyre protestave masive. Pra kemi parë në vendin tonë me mira protesta edhe në vitet 90, protestat e studentëve që ne kemi qenë një regjim tjetër. Pra kanë ardhur ndryshime. Dhe që nëse aty do të arrestoj, edhe aty ka pasur ligje shumë të ashpra që ata mund të shkonin në burg, mund të gjuanin, mund të bënin, por nuk e bënin gjë të tillë, sepse panë që ajo ishte një frymë popullore. Pra ishte një, le të themi, një urrëtie që vinte përmbar qytetarët, nuk ishte vetëm një grup i vogël studentësh, pavarësisht se aty dolën shumë pak, ku që ata kishin kuptuar situatën që nuk mbante më dhe nuk kishin se çfarë të bënin. Pra shteti në këto raste, një qeveri e përgjegjshme apo institucionet përgjegjshme nuk bëjnë, le të themi, atë autoritetin për ta zbatuar ligjin deri në fund, por bëjnë tolerime. Ashtu kemi patur edhe në vitin 97, e njëjta situatë me protestat që bën qytetarë për firmat piramidale, edhe aty shteti nuk reagoi. Edhe aty po. Pra, ata dorëzuan armët, ushtria e tjera me radhë në mënyrë që mos kishte. Nëse në testatës ka qenë çiksi është pak më komplekse, se janë shumë gjëra dhe të fshehta të pathëna, arsyet pse ndodhi e gjitha, kështu që mos nuk është besoj që nuk është. Kemi parë pasaj protestat e vitit 98, pra protestat e vitit 98 ku aty ngriheshin qytetarë, por nuk kemi pasur një frymë, le të themi, apo shumicën e qytetarëve për të rrëzuar, le të themi, qeverinë apo për të ngritur. Kemi pasur një segmente të caktuara të një të partisë opozitare në atë kohë që ishin të organizuar kundër institucioneve të tjera me radhë dhe nuk kishte një frymë. Por në vitin 2004, 2003-2004 dhe më vonë deri në vitin 2005, aty pam që shumë qytetarë protestonin, por tashmë ishte një protestë shumë paqësore. Pra ne për herë parë kemi parë aty protestat të një stili, le të themi,
goxha ndryshe me që ishin mësuar dhe ato sollën një impakt pozitiv në ndryshimin, le të themi, të qeverisë. Por që ajo që unë konstatoj është që ne si popull nuk ngrihemi për problemet që na shqetësojnë çdo ditë si qytetar. Pra, që tek rritja e taksave, që tek rritja e çmimeve, tek rritja e energjisë elektrike, tek nafta, apo dhe tek problemet tjera. Këto janë ato kauza të cilat ne duhet na shqetësojnë si qytetar, duhet të ngrihemi sa herë që ne konstatojmë që prekemi si popull. Po, ajo çka kam vënë re dhe nuk më pëlqen është që ka pjesëmarrje, domethënë janë shumë të mitur që janë në këto protestë. Domethënë më shumë shikoj të mitur se sa një moshë madhore që bëjnë akte vandalizmi që deri diku i shikoj më shumë për të bërë një kaos, një rrëmuj se sa realisht për të protestuar. Pastaj kemi parë që këta të mitur janë shoqëruar nëpër komisariate. Po kjo është e ligjshme? Atëherë të miturit mund të shoqërohen në komisariat, por janë të miturit që kanë në konflikt me ligjin, quhen sipas kodit i drejtësisë penale për të miturit, dhe përfshin të miturit nga mosha 14 vjeç deri në moshën 21 vjeç. Këta quhen të miturit të cilët janë në konflikt me ligjin. Ndërsa të miturit të cilët janë në moshën 14 vjeç nuk duhet të shoqërohen sepse nuk kanë përgjegjësi penale. Edhe nëse ata, le të themi, kanë kryer këto akte dhune, policia nuk i shoqëron sepse ata nuk mbajnë përgjegjësi penale, nuk dënohen penalisht. Nuk shoqërohen sepse atëherë shoqëron çfarë ndodh? Atëherë jemi përpara shpërdorimit të detyrës nga ana e forcave të rendit, ashtu sikurse kam konstatuar që ta të mitur në konflikt me ligjin janë futur në dhoma të paraburgimit me të rritur që është dhoma kanë qenë të mbipopulluar, nuk kanë marrë punonjësin social, pra ka disa garanci që jep kodi i drejtësisë penale. Pse 17 vjeçar nuk mund të hyjë në këto? Patjetër mund të hyjë, po ai ka dhoma të posaçme dhe mund të hyjë në dhomë me një bashkëmoshatarin e tij që është në këtë, le të themi, segment moshor, pra nga mosha 14 deri në moshën 21 vjeç. Po për dhunën që është shkaktuar ndaj kësaj moshe, ndaj të miturve 17 vjeçar, 16 vjeçar që është diskutuar këto ditë, madje nuk është dhënë nëpër media.